kish me në lojë se edhe unë kanë qemi, jëmë koni prekun për një dishka që saj natyre, po jonë që të formë sot qysh rinia qysh është e prekun, edhe është me të vërtet jashtëzakonisht keq. Unë kisha më lutë vish pak durim të keni se është një historie kështu pak edhe ka sentimente që po di, po është me rëndësi që vish të shofim, Liza të lutim dështë të pak kohë mjepni edhe ju keni durim pak. Isha e ri, moq, në jemi kondër shok këtu që ju takoj shumë piktor një zanati, edhe dikush e kishke fakultetin e krym, dikush jo, dikush i edukum, dikush jo e edukum, po menoj me arte sen, edhe po një ditë më ra rasti muhe, po, shkova me nazën, që aty është naza, shkum në Gjermani edhe unë u dëshke me shku në Gjermani, prej aty të kalojsha me i farveni tjetër, po nejse që ka përdu me thonë isha i ria, po, edhe mungesa kisha shumë nevoj për to. Edhe, nejse, kur më rrita, atje e pash një farë plakate, kishenën, ishte një ekspozite Van Goghut, Vincent Van Gogh, ka qenë viti 89, po flasë, edhe një pjesë tjetër e impresionizmi ishte, do me thonë. Një djallë për Gilanit që tu, që në atë kosë të disaj, në pas 25.000-30.000 banori ka pas Gilanit, s'ka pas shumë. Shumica e tyve logaritmi kanë folë për grunaja, kalamoqe, që si gjana. Kryesisht kemi qenë punëtor, tekstili, këto, dhe me thonë, si disa për mikjat, nivelli informacionit këtu ka qenë zemra, as internet, as flasë më shumë gjana. Eventualisht e kishëm një dritare këtu në ere që kjo Beogradi, që informat dheri s'ka ishmërishmë. Nëjse, që ka përdu me thonë që të është ndodhin një gjamë, kështu. Shkova dhe vizitova për herë të parë, po këndë pohasi me një arti cili po menoj për një me, ta më një lishkon artë. Edhe nuk i shkon në hitë që ajo që e kënë pasbo, ona po shok të mi, po menoj që e bëj shumë nabë. Nuk ka qenë që ajo. Atje ka qenë dishka tjetër. Nejtë në atë muzikë, që vëtë Volkswagen Museum, që vëtë edhe vitit 89, halli është kështu. U knaqë, s'ka ishmërisht u knaqë, edhe mlodhi, pa diskutim, mlodhi shumë. E pata përshtypjen që truni jam janë nisi me funksionu shumë ma shpese se zakonisht që është ndodhin gjanë. Po halli një gjavë, dhe pëse përdu me dalë me një pikë caktume dhe me lidhë krejtë, me sinkronizu, po du me thonë, esencën e që ti mua betit, dhe jeshtë. Ndodhe që shumë ke mirë, jashtëzakonisht, u knaqa me ato vepra që i pashe ke, mu afru një lodhje, po ke edhe një gjatë tjetër. Mas jeli një dëshprim të madh, mas jeli jashtëzakonisht një dëshprim të madh, edhe i ka qenë një prej dëshprimeve më të mëdha në jetën tem që e kum pas. Aty e pash vetën se sa më largoj mu që ajo ekspozit me andrën tem, që e kisha që të bona një ditë piktor. Aty mu kriju një distancë jashtëzakonisht e madhe që edhe mu boje pa fund, mendova që ashtu biles paku. Miki kitë andra jem, hupa me ka krejtë edhe e pash që këdën se ti e shumë largë për me më rri andrën tonë. Një mujdet e pata një ethë, ashtu një klapi, në kapi, do me thonë, që ato ethet e qasa ekspozite më kapën, edhe ndodhe kështu të në. Ndodhe, që ti një muje, ashtu, shpesh më mërë kjo, po me nëjë kisha një ide që të në kohën më përpunoj ke në kry, edhe më thoi ke leje gjuj këto brusha, penele që a i kisve, sjeti për këtë punë dës të jepë, ka të tjerë që e bëjnë këtë punë ma mirë, këtë zanat. Halli, mas një mujtë dite, fillova, adhe kështu fillova të e lutë vetën, adhe që me hi prapë në qëtë loja, mo, adhe vishë si loj
Tu e lutë ashtu, veç hen lojë se ti pedin që qysh është puna gjanë. Nejse, çka po du me thonë me që ta dashtë veç me bo një ndërmjetësim, çka do me thonë kur rinia nuk e ka qatë informat, do me thonë, edhe unë nuk e pata ditëve, nuk e pata një informat, nuk e kisha, do me thonë, nuk e pata qatë informat që shë kanë të gjitha tjerë. Edhe në momentin që e pashat për herë të parë, do me thonë, unë e veç, isha një djali rritu, një teenager kështu BG dhe po, e më knaqi, do me thonë, më knaqi krejt edhe ma qeli një horizont tjetër, që mos preksha asë në tokë, asë kur kun humba, tolla me një horizont ku humba. Po hadhe është edhe qysh. Ajo ma ka dhonë mu një adrenalinë, ma ka dhonë një adrenalinë e cila edhe dush me lypë shumë, ka thonë. Tha që dush me lypë shumë. Sensi është këtu. është jerzakonisht, është që jem të endi jerzakonisht shumë këtë handicap që për në ndodhë, posaçërisht që nuk e kemi informatën, ne, posaçërisht ne këtu në Kosovë, si që shë kanë të gjithë evropianët tjera. Kjo është një gjatë për cilën, po menoj, duhet për në me, çdo segment ngritet një fjallë, po një zonë, po menoj, edhe që këtë farë sen që është i palogjik shumë për me s'ka kur një farë elementit një patriotizmi qytetarë, po menoj. Të gjithë ata cilët mendojnë se duhet me ilon që ta Kosovarë që shtun që të gjendje, e kanë gjithë ditën gabim, kjo është mendimi e më falni se e zgata, pak e lutem. I think po vazhdoj edhe me Suzanën, mandej po kthehem ka ju, kështu që përgatitni pyetjet, komentet, çka do të keni. So I sort of want to know, I mean, me and you talked a bit about the role of diaspora and how could we shape this scene of young professionals coming home. So I want to know a bit more on the details from your plan. What do you think should the role of diaspora be, and how can diaspora sort of push towards the development of this country? Well, you know, I think it's important for all of us who live abroad and who have ties to Kosovo or Albania, or you know, the lands in which Albania is occupied, to come back and to see where your mother and father is from. It wasn't until I was always proud of being Albanian, but I was never really the love. I guess you could say the flame was ignited in me when I came and I saw where my father was from, and I came where I saw where my mother is from. So I think step one is making sure that that connection is built, because you have potentially a generation of first-generation Americans or Swiss-born, German-born Albanians that know they're Albanian, but that love, that fire is not there because they haven't experienced the drive up Logara if you're from Albania, or Plaja Mala if you're from Ulqin, or you know, Prizren if you're from Kosovo. You know, so all of these things are important to build that tie, because it's incredible to be for the first time to experience a people speak the language of your mother and father, and to be in the lands of where they're from. So I think that's step one, is building that connection. Mendoj që është rëndësishme për të gjithë ata që kanë lidhje, do të thotë me këto vende, që të kthehen pas dhe ta shohin se prej nga vjen babaja ose nëna e tyre. Do të thotë sepse ekziston ajo flaka, por nuk është ndezur përderisa nuk vjen dhe nuk e sheh vetë. Do të thotë hapi parë është me ndërtu këtë lloj lidhje. Për mua ka qenë kur jam kthyer dhe e kam parë. Sepse në të kundërtën nuk e ke atë përvojën, nëse nuk e ke parë vendin, nuk e ke ndjer, atëherë nuk e kupton. Për shembull, nëse nuk e kaluar nëpër Llogara, nëse je nga Shqipëria, ose nuk e qenë në plazhën e madhe, nëse je nga Ulqini ose në Prizren, nëse je nga Kosova, atëherë nuk e kupton. Prandaj është shumë e rëndësishme, është jashtëzakonshme që njerëzit të vinë dhe ta shohin se si njerëzit e tuaj e flasin gjuhën tuaj, dhe se ku është apo si është vendi ku janë rritur dhe lindur prindërit e tuaj. Step two is changing the narrative of
Kosovo and Albania and the areas in which Albanians are from. I know we all know that there is a negative media in regards to how our countries are portrayed. We as ambassadors of these great lands need to be vocal about where we're going and what we're experiencing, whether on vacation or whether we come on behalf of the embassy to conduct talks. We need to make it part of our conversation on a daily basis. Because I had just had a meeting with the Minister of the Diaspora, and he indicated to me that there was a plan to bring 50 Albanian, U.S.-born kids of Albanian origin to come and visit. But when push came to shove, for these children to come, they didn't send their kids. The only thing that these American citizens had to pay for was the flight, and the rest of it would have been taken care of. But I think that there's still a mistrust in government. There's a mistrust in this idea of corruption that exists in these countries, and we need to make sure that we're working together to prevent that. And once that continues, this willingness to visit, this willingness to continue to bring my son or bring my daughter to come visit the land of their grandfather at that point would be ever present. Hapi dytë është që të flasim do ta krijojmë një lloj narrativi të vendeve tona të Kosovës apo Shqipërisë. Do thotë ne duhet të flasim për këtë dhe të kujdesemi se si mediat e portretizojnë ose si mediat e shfaqin negative. Megjithatë ne duhet të jemi më vokal, më të zëshëm si ambasador të këtij vendi. Unë kisha një takim me ministrin e diasporës dhe më përmendi një rast që kanë dashur të sjellin 50 fëmijë nga Amerika në Kosovë. Megjithatë thotë gjithë ajo që është dashur të bëjnë prindërit është dashur të paguajnë biletën e aeroplanit, gjithçka tjetër do të ishte në rregull, do të ishte kujdesur ministria për ata. Megjithatë do thotë nuk i kanë sjellur. Duket që ka një lloj mosbesimi në qeveri, një lloj mosbesimi për shkak të korrupsionit dhe duhet të në mënyrë që të krijohet një lloj gatishmërie që prindërit të sjellin fëmijët e tyre këtu dhe ta shohin se ku janë lindur gjyshit e tyre. And I would say step 3 is an investment. And when I say investment, I don't just mean money. I mean in community. I mean in connections and networks. I can't begin to tell you how many people from Albania and Kosovo and throughout the world sent me messages on social media to say, you know what, Susanna, thank you for running. You make me think that I can do the same thing. And I say to them, if I can do it, you can do it. You can do it in America, you can do it in Swiss, you can do it in Germany, you can do it in Kosovo, Albania. You can do it as well. It's just that will and that fight. And so what we need to do is to create a network for, especially I would say young Albanians, to be able to rely on each other in different countries. That if I have a question about the law here in Kosovo, that I can reach out to Susanna Shkreli in Michigan in America to have that question answered. Or if I'm interested in IT, and I'm from Chicago, and I'm thinking about creating a factory here in Kosovo, that I could rely on the government to provide assurances that in fact is going to happen. So these things all need to happen together. We need to make sure njerëzit nga Kosova ose nga Shqipëria dhe kanë kuptuar që e kanë thënë që nëse unë mund ta bëj këtë, secili prej nesh mund ta bëj. Thotë të krijohet një lloj networki, një lloj rrjeti për shqiptarët, kryesisht për të rinj shqiptar. Për shembull, nëse je në Kosovë dhe ke ndonjë pyetje sa i përket ligjit, atëherë mundeni me kontaktu Suzanën në Michigan ta pyesni, ose për shembull nëse dëshironi të krijoni një lloj kompanie për IT dhe keni dikën në Chicago, mund të pyesni aty dhe të siguroni se si kjo mund të rregullohet. And the most important thing is to be proud to be Albanian, to be proud to be first generation Albanian if you're from America or Swiss or Germany, to always carry that pride in you, because we have a culture, in my opinion, unlike any other in the Balkans and throughout the world. Our history is rich, it's deep, our language is beautiful, and it is something that we should all be very proud of.
Dhe më rëndësishme do thosha që është të jemi krenuar, që jemi gjenerat e parë të lindur qoftë në Amerikë, qoftë në Zvicër ose në ndonjë vend tjetër, sepse kemi një kulturë e cila është shumë e veçantë jo vetëm në Ballkan por edhe në botë, dhe gjithashtu kemi një histori e cila është e pasur dhe është e thellë, gjithashtu kemi një gjuhë që është e bukur dhe duhet të jemi krenuar për të. Pjesa e gjuhës, po ashtu të mos i paragjykojmë njerëz që jetojnë, veprojnë jashtë, që jo gjithmonë e kanë gjuhën shqipe në nivelin më të mirë të mundshëm. Unë edhe tash ju kisha kalu këtë pjesë juve, unë edhe të pasë pikun, nëse keni pyetje, koment, ideja është që njoftohemi njëri tjetrin, kështu që kisha kërku, veç më prezentu, nëse vini jashtë për një vendi tjetër, na levroni dhe lirisht mikrofoni është i hapur. Mos të bëni të marrushëm, se kun gjithmonë po thonë që Gilani është shumë i hapur. Atë? Unë quhem Refik Azizi, jam nga Gjilani, për ndryshe tani jetoj në Suedi që 25 vite. E përshëndes shumë këtë takim, që për herë parë 25 vite ndëgjoj që Liza me bashkëpunëtorët e saj ka organizuar një gjë të tillë, që mendoj që është një kontribut shumë fridhënës edhe shumë i rëndësishëm për ne si diasporë. Unë mendoj që ne si diasporë jemi të interesuar që Kosova të ecë me hapa të shpejt, të integrohet në bashkimin Evropian dhe edhe në botë, por fatkeqësisht shumë gjëra po më befasojnë që ndodhin sot me Kosovën, por mendoj që ju, si rini, që keni marrë këtë hap kaq gëzimshëm, ju sigurisht do të jeni në gjendje që këtë gjendje që gjendet Kosova ta te kaloni me shpejtësi në bashkëpunim me diasporën dhe do të keni sukses. Faleminderit. Në përri këtu, kushdo që ka pyetje, që të lutem. Kështu, me Sali në bjenë shpesh me bashkëbisedu dhe se besoj që ka nevojë mi koda e pyetje, ka pas qenë Suzanës. Maybe I would try in English, but my English probably like your Albanian, so maybe my question will lose the context. So I will try in Albanian better. Kështu, nga krejt e kuptojmë që nevoja për me ardhë ma shumë, ose me u shfryzu ma shumë, qoftë në aspektin emocional, qoftë ekonomik, diaspora është e patjetërsueshme. Po ajo që po na vjen neve nuk është nevoja, po ajo që po mendojnë mi bo pyetje Suzanës është në bazë përvojës së saj. Okay, maybe I will try in English. From your experience, so I heard that you're for the first time in Kosovo. So we all know that it's important to use your potential. I mean, Albanians' potential from the diaspora. But that's not the point. The point is, are you optimist that if we do things as we mentioned here, the Albanians will come here and we're going to use them even in emotional aspect or in economic aspect. So what's for me important is how about the feelings of Albanians when they live in America? Are they ready to come and visit or maybe to spend more time in Kosovo? I'm very, very optimistic. Absolutely. You know, from my personal experience of living in Michigan, for years I've heard of friends that, you know what, we're going to our house in, you know, in Dinosh, or we're like this is what I grew up hearing until I had the opportunity to do it myself. So I think that will is there. I think that
that this country, this youth that I've been interacting with is the most promising of any country in the world. I mean, the average age of a Kosovar is 25 years old, and the young men and women that I have been meeting have so much promise and passion in their eyes. They have so much will to do good for this country. And the focus needs to become, how do we invest in ourselves so we want to stay? And how do we invest in ourselves, in which then we are attracting not only Albanians from Michigan or New York or Chicago or Switzerland or Germany, but how do we invest in this country where we want people from China to come visit? We want people from Japan to come visit. And I think that sometimes we are hard on ourselves. That in the short amount of time that Kosovo has had independence and that Albania has been free of communism, that we have made great strides. And that to keep that will, to keep that strength, I think the will is there from the diaspora, and I think the will sometimes needs to be here as well, even in light of the most difficult circumstances. And I would just reiterate to the youth here that this is your country, and that you are the ones that are going to be shaping it. And so things may be difficult, but when things are difficult, that's when true character is formed. When things are difficult, that's when true leaders are born. And this country needs you more than ever. So instead of wanting to leave, I would encourage you to want to stay so you can build a better future for not only your kids, but for the rest of Europe. Unë jam shumë optimiste, gjithashtu edhe nga përvoja ime, do të thotë unë kam shoqëri të cilët i dëgjoj duke thënë që do të shkoj këtë vetë në Kelmend ose do të po ndërtoj një shtëpi, do të thotë jam rritur duke i dëgjuar këto fjali, këto gjëra dhe e shoh që vullneti është aty. Gjithashtu kam parë që rinia këtu në Kosovë është rinia më premtuese në të botën. Do të thotë mosha mesatare është 24 dhe kam parë në sytë e tyre një vullnet dhe gjithashtu një gatishmëri. Duhet megjithatë të kemi fokusin se si ne duhet të investojmë në veten tonë që të rrim s'pari këtu, pastaj se si duhet të investojmë që të sjellim shqiptarë qoftë nga Michigani, nga Chicago ose nga vendet e tjera që të kthehen të vinë të vizitojnë, por gjithashtu si të investojmë që të sjellim njerëz nga Kina ose nga Japonia që të vizitojnë. Duhet të thotë që të kemi këtë parasysh ta ruajmë gjithashtu këtë lloj vullneti. Ndonjëherë duket që ka gjëra për të bërë, por megjithatë është në kohë të vështirësive kur lindin edhe liderët. Gjithashtu duhet të kemi të qartë që është vendi juaj dhe duhet të thotë ju që ta formsoni atë. Pyetje tjera? Hi, my name is Ahmed Muradi. We are befriended in Facebook, first of all. But as I work as a software developer, I'm planning to go to Germany soon to work there. And we also are getting the 3 other guys from Kosovo there. And later we are planning to open a school here in Kosovo and then to open a company here in Kosovo to work for abroad. About Japanese tourists in Kosovo, we have here Dokutek. So we have let's Përshëndetje, Përshëndetje, unë jam Murati. Unë së shpejti pritet të shkoj në Gjermani ashtu që të punoj atje, si software zhvillues software. Gjithashtu i kemi marrë dhe disa persona tjerë për Kosovës që do të shkojmë atje, gjithë së bashku. Por vitin e ardhshëm, domethënë konkretisht do të hapim një shkollë këtu në Kosovë që do të trajnojmë persona tjerë që do të punojnë këtu nga Kosova për shtete tjera konkretisht. Kështu që ky është plani jon. Ndërsa sa i përket turistëve japonez, në vitin e kaluar në Dokutek ka pas turista japonez, kështu që teknikisht i kemi. Përshëndetje, unë jam Shuta Ramadani, jam prej Gjilanit, nuk jam diasporë. Shpresoj të bëhem një ditë. Se sigurisht se po
po më duket që ka shumë pak ma tepër se që do dozat romanticizmi të. Një idealizëm pak sa i fryrë, sa i përket Kosovës, kushtet nuk janë shumë të mira, as perspektiva së shumë e ndritër, po nësë di, pyetja ime kishte të bëndë që të qka, po mase koment ishte shumë shkurt, një koment i shkurt ndoshta nuk ju pengon, por Liza në fillim në hyrje tha që Germinal vjen prej fjalës Germen, që do të thotë një farë e cila u hitët, cilën ndaj njëve kujdes me më pas rritët ajo bima, për koincidencë edhe diaspora në origjinën e saj, është një farë e cila çrënjoset në familje për një vendi, pastaj shpërndohet globalisht, duke e qenë një pjesë, do të them kështu të dhejot, se veçantive tona në përbot, cilat rishtat si përmendje dhe Suzana dhe Musliu, dhe këto fara kur mbjellën dikun tjetër, pastaj prodhojnë bimë, cilat janë hibride, ku janë përqendruar kultura ndryshme, dhe kështu kombinohen disa kultura treta, të tretit ata. Mirë po, unë do doja bëj një pyetje në kontekstin politik, sepse më duk që pak sa vana shkalu këtë në këtë bashkëbisedim, siç e dim në SBA në zgjedhjet e fundit do të fitoj rivali Suzanës Donald Trump, Partinë Republikane, kurse në Gjermani tani që ashtu pritet më në zgjedhjet së shpejti, kështu që do doja di nga bashkëbisedues, nga të ftuarit për përvojat e tyre, sidomos me antarët e tij partit, me përkrast e politikave djathta anti-imigracionit. Do doja dija nga të regoni më shumë rreth përvojave të saj me antarë përkrast kësaj partije, se si janë zhvilluar përplasjet e tyre, ka pasur tensione, gjakë të nxehtë ose të tardhiune, dhe do doja të dija nga i ftuari Musliu për atmosferën politike në Gjermani, se si i prek dhe se si reflektohet debati rreth politikave pro emigracionit dhe kundër emigracionit do të në Gjermani. Ka që shtikë. How much time do you have? Sta kohë keni? All day. There is no perfect system, I would have to say. Duhet them që nuk ka sistem perfekt. Right now in America, there is a lot of people at odds. You have the left and the right they can't stand each other. They're fighting on Facebook. They're calling each other names, and it's no good. It's not productive. Aktualisht kemi do të thotë në Amerikë njerëz që janë anë djathtë të majt në për Facebook i quajnë të tjerët me emra të ndryshëm dhe nuk është do të thotë një situatë mirë. Even in America, we hear complaints that the government is not working for me. And the purpose of government is to make the lives of the people better. That is the bottom line. Edhe në Amerikë të thotë ka ankesa që qeveria nuk po punon për mua, dhe qëllimi i qeverisë është të bëjë jetët e njerëzve më të mira. If you are driven by money, if you are driven by power, fame, you have no business serving your community. Nëse jeni një politikan që ka biznes, që ka para, atëherë nuk keni asnjë punë të bëni për të shërbyer komunitetit. If you take money and line your pockets so you can buy a nice car while the people of this country suffer, have no opportunity, you do not belong in politics. Nëse merrni para dhe mboshni xhepat e tuaj për ta blerë një makinë të mirë dhe përderisa njerëzit në komunitetin tuaj vuajnë, atëherë nuk i takoni politikës. We have similar complaints in America with politicians working for big business. And this big business, I know you've probably heard Bernie Sanders, the millionaires and billionaires, and that was... Edhe në Amerikë kemi njerëz të thotë politikanë që punojnë për bizneset e mëdha, sigurisht keni dëgjuar Bernie Sanders duke folur për milioner, për bilioner. People are tired. People are tired in America. People are tired here. They've had enough. Njerëzit janë lodh, kanë pas mjaft si në Amerikë, si këtu. They want a government, like I said, which works for them. Dhe duan një qeveri që punon për ta. And so I have to say,
I was not somebody who ever dreamed of politics. If anything, I was probably like most people. I want nothing to do with it. Dhe dua të them që nuk jam persona që kam ndruar për politikën, si shumica e njerëzve nuk kam dashur bëj asgjë me të. To put yourself out there, to be ridiculed and to be made fun of, and especially as a woman, is difficult. Sepse ta vendos veten aty në atë podium, të përqeshem, të bëjnë shaka me mua, sidomos si grua është e vështirë. But I didn't care because I knew that the people in the 8th district where I was running needed somebody who was going to fight. Por nuk ma kanë ndjerë, sepse kam ditur që njerëzit në distriktin për cilin kam kandiduar kanë pasur nevojë për dikë që do të luftoj. So even in the worst political climate in American history, I decided to go forward. Madje edhe në situatën ose në klimën më të keqe politike në Amerikë, vendosa që të kandidoj. In regards to the current administration, obviously I disagree. Sa i përket administratës aktuale, normalisht nuk pajtohem me të. I have my beliefs about Trump. I don't. He's the current president of the United States, but I don't prefer how he conducts himself. I kam shqetësimet e mia për Trumpin, ai është presidenti aktual I Shteteve të Bashkuara, por nuk më pëlqen se si ai sillet. It's very clear that he values fame, beauty, and money. Është e qartë që ai vlerëson famën, bukurinë dhe paratë. And to reiterate what I said before, if you value those things, you have no place in public life. Që ta ritheksoj atë që thash më përpara, nëse I vlerësoni këto gjëra, nuk keni punë me jetën publike. In regards to immigration, there's a narrative in America that we have open borders and that people are just flooding. And I know all of you can attest to how hard it is to get a visa. Sa I përket imigrimit, do thotë është ajo çështja që janë kufit në Amerikë dhe njerëzit po I mbushin ato, por mendoj që ju mund ta vlerësoni se sa e vështirë është ta merrni një vizë për Amerikë. America is a country of immigrants. That is who we are, that is who we have always been. In times of war, like we've seen here in Kosovo, America was open. Amerika është shtet vend I imigrantëve, do thotë kjo është ajo që kemi qenë dhe kjo është ajo që jemi dhe në kohë luftrash Amerika ka qenë e hapur. We are betraying our values as Americans by turning our backs on the world. Dhe ne po I shkelim vlerat tona si amerikan duke I kthyer shpinën. And with that I very much disagree. Dhe unë nuk pajtohem as pak me këtë. Po. Është kështu, ja, është okay. Qëtë është, po mduket me dalë me një fush tjetër, ku s'jom dhash edhe, nuk e një mjatë, po është edhe qysh, me gjithat pak një përshpëritje të vogël, kështu. Evropa është ka lëviz, pa diskutim është ka lëviz edhe posaçërisht në kohën e fundit dhe me ardhin e Trumpit, po një herit Kosova vesh, Evropa vesh ka fillu me u rekonstruktua, ashtu, me thonë, se po më duket është e nevojshme që po menej Evropa me kryu identitetin e ti, po menej të pavarën, jo mo, që shka qenë ajo forma e mahershme, bile kjo është një politike cila aktualisht është ka udheqet prej Angela Merkel, ashtu, Bundeskancelare që është aty. Halli është aty që është në relacion me ne shqiptarët, është kem një benefit që ta shumë të mirë, jashtëzakonisht është për ne është I mirë, posaçërisht pozicioni shqiptar edhe me ramën, posaçërisht me ramën, ka marrë një drejtim të caktuar, me thonë, ka marrë një drejtim të caktuar edhe është natyrisht është pro-evropian, po kur po I shoh me gjitha qëto lëvizje se çka po ndodhin, do me thonë, që këtë arenën qëto ndërkombëtare apo evropiane, nuk po s'ka nevojë me qenë shumë I kthjellët për me pa që Edi Rama, do me thonë, ose Shqipëria, po me kryeministri shqiptar, opinionës do kërkonin me ofendu ose diçka kështu, po mendoj që ne shqiptarët këtu në Kosovë nuk e kena bo një gjatë tillë,
nuk e kena bo një gjatë tillë. Mirë po është një lëvizje, është një lëvizje qytetare në kohën e fundit, që ka fillu me u kthjell. Do me thonë, e përmende që romantizma patologjik, sentimentet ndryshme e që ka po di ato vesh ka fillu ato gjana po vdesin gradualisht. Njerëzit po dojnë me qenë shumë konkret, shumë pragmatik, edhe kanë kuptu që e drejtë e secilit çdo njerit është me pas një mirëqenie. Çdo njeri që e cajnon qatë, ai ka me qenë ndëshkum, natyrisht prej vetë popullit, pa diskutim aty. Po. Çka po du krejt me thonë është kështu. Admirim për politikën shqiptare, e cila është ka krijohet po me në kohën e fundit, edhe inshallah na mësomi diçka prej tyve, edhe sa më shpejt mobilizomi, ti ndërshkomi do senet që s'janë rregull atyve. Flasëm, sot e Nita njoni që tha duhet me fol, duhet me fol, makar si thonë 5 këqia, 5 mira, amo me qitë fjallën, me folsh, thjesht me u shprej, edhe jo më me funksionu për inercioni, si kryesisht e kena pasje shprehi, e kena lonën, do me thonën, inercion me nga tërhjek ashtu, po duket ka fillu pak shqiptari edhe këtu në Kosovë, po menoj, me u vetëdisu, ka fillu me menu për vetën e vetë, për mirëqenjen e vetë, për shoqërinë, për shumë sene ka fillu me menu. Nuk është më një shqiptar klasik, kjo për mendimit e më është një lëvizje, me gjitha atë është një lëvizje shumë e mirë. Politika dhe që natyrisht e për cjeli, pa diskutim, kështu po menoj mirë, po nuk kom në i fa referenci kështu të koordinu me të harmonile, po që kjo është ajo, fali, po. Spore, faleminderit më. Jo, rryma, ati, s'pëtin, është anë i herë, ati pahiri e shumë njeri, amo, jo, mishë. Spore, faleminderit më spore që keni organizu kësi takimi, ku realisht bashkëbisedojmë apo ndajmë një farmyre eksperiencat prej anëve që në vim. Unë jam Florim Rullani, me prardhe jam i Kamenicës, po jetoj në Prishtinë, po sa më ndëgju për këta, atër më ka pëlqy, edhe këm dash me arë paka shumë me fa onën. Deshta pata një pytje, me qenë se kjo është prokurore. Në Kosovë, problemi maj madhë është që qalën ligji, do më thonë nuk kemi ligj i cili funksionon. Ligji në të shkruar është shumë i mirë, por në zbatueshmëri për shembull ka shumë probleme. Një prej skandaleve tash të fundit që u zbulu sa për informacion, që është një skandal me thonë gati edhe kombëtar, se derivatet e naftës, cilat janë në Kosovë, përveç që janë jo cilësore, pikërisht edhe në kohën kur Bashkimi Evropian edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës i kanë nu embargo, do më thonë, ose sanksione kundër Rusisë, derivatet e naftës prodhohen në Rusi, përmes Rusisë, do më thonë prej Rusisë, përmes Serbisë po përfundojnë në Kosovë, përkundër këtë në patriotave tonë, do më thonë në ekran, të cilët faktikisht ju kanë bashku shteteve perëndimore për sanksione kundër Rusisë, me që ato mundësit cilat i kemë. Pra, në rastin si kur ju si prokurore, kisha dash me një mënyrë, një përgjigje se çfarë kishit vepru si prokurore në Kosovë, edhe pse kuptohet se sistemi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës është sistem presidencial, por Kosova ka një sistem parlamentar. Kjo lidhet edhe anën tjetër të rasti prokurorisë. A ishit konë në gjendje një mënyrë mja ofru prokurorisë të Kosovës, ku është nevoja më e madhe, do të thotë edhe për mu shkap shteti, edhe për mu eliminu, do më thonë, krimi dhe korupcioni,
një platformë shtetërore të Kosovës, cilën kishë mujtë më ofru faktikisht ju si prokurore eksperiencat e juve, prokurorisë Kosovës. I'll just summarize the question. So he's referring to now the embargo or the sanctions that have been put to Russia, and now we have the latest scandal here that the fuel is coming from Russia through Serbia to Kosovo. So no matter that our politicians are looking towards the US and EU, they are still receiving the fuel from Russia, which is embargoed. So he's asking, what would you do as a prosecutor? Like, how would be your act? And also he's asking if there is any platform, like a state platform, that you would be proposing that we can use in order to get rid of this corruption and all these kind of organized crimes. So, rule of law for a country is the most important thing. This way, we as a community understand what is legal and what is not legal. Sundimi I ligjit është gjë e rëndësishme për një komunitet dhe në këtë mënyrë ne kuptojmë se çfarë është e lehtëshme dhe çfarë është e palehtëshme. What is just as important is that when laws are broken, that there is accountability. Çfarë është pa që rëndësishme është që kur shkelet ligji, atëherë ka edhe llogaritmja. That we have systems in place to carry out these investigations, carry out the rule of law. Se kemi sisteme të cilat funksionojnë dhe kryejnë këto lloj hetime dhe gjithashtu e zbatojnë ligjin. So if there is currently a law that is being violated, that you have the institutions that are equipped with the resources, with the manpower, with the investigative tools to investigate a crime and then bring that suspect to justice. Dhe nëse keni të thotë aktualisht legjislacion, nëse keni institucione të cilat janë të pajisura me njerëz, me burime, atëherë do të thotë që ta sillin kundërvënësin para drejtësisë. We as a civilized society cannot, on an individual level, seek justice on our own. We must rely on our institutions. Si shoqëri e civilizuar nuk mund të kërkojmë të thotë miratimin ose sundimin e drejtësisë si individ, duhet të bazohemi në institucione. So the questions then becomes, do we have the institutions here in Kosovo to implement the rule of law? Do we have rule of law to implement? Pyetja pastaj vjen, do thotë a kemi institucionet në Kosovë që zbatojnë sundimin e ligjit dhe a kemi sundim të ligjit? Actually, there is a rule of law, but in this scandal it is being seen that we also have like top leaders from our institutions involved in this scandal because there are millions of euros which are illegally circulating. So basically, it is this danger because also the top leaders are involved in this scandal, and this is also dangerous for tomorrow because our lives are being endangered. So we are declaring we are pro-European, like pro-Western. But again, we have these things happening which puts our life in danger, and we are not protected from prosecutors or from law. So his question is how to prevent corruption? Is that more or less? Yes. Yes. Well, if I had that answer, I'd be the queen of the world, right? Nëse do ta kisha atë përgjigje, do të isha mbretëresha e botës. Here's what I would propose as an individual looking in. Çfarë propozoj është kjo? Obviously, we have things working against us when the people that are in power are abusing that power. Shumë gjëra ndodhin kur njerëzit që janë në pushtet e keq përdorin atë pushtet.
you can't teach somebody to do what is right. That is something that they do or something that they don't do. Nuk mund ta mësosh dikë që ta bëjë atë që është e drejtë, është diçka që ata e dinë si duhet të bëjnë ose nuk e dinë. But what you can do as an individual is, once you know of these people that are corrupted and breaking the law, is that you vote them out of office. Po si person çfarë mund bësh është që kur e din që këta persona janë të korruptuar, atëherë nuk i voton, do të thotë kur vjen puna e zgjedhjet. That you, if you can't vote them out of office, because if you can't vote them out of office, then you decide to run. Nëse nuk mundesh mos me I votu, atëherë ti vendos që ti të kandidosh. And I know that might seem difficult, but no one was pointing at me